Një zhvillim historik për skenën politike shqiptare në Malë të Zi u zyrtarizua këtë të shtunë në Tuzë, ku 3 subjekte politike shqiptare vendosën të bashkohen në një forcë të vetme politike, Forumin Shqiptar, Demokratski Savez Albanaca, Alternativa Shqiptare dhe Unioni Demokratik Shqiptar formalizuan bashkimin e tyre në një subjekt të vetëm, DSA, duke synuar forcimin e përfaqësimit politik të shqiptarëve dhe krijimin e një platforme të përbashkët për të ardhmen. Marrëveshja e bashkimit u nënshkrua gjatë një mbledhjeje solemne të organeve drejtuese të partive në Tuzë nga Nik Gjeloshaj, Ferhat Dinosha dhe Ivan Ivanaj, deri në mbajtjen e kuvendit të përgjithshëm të Forumit Shqiptar. Trajtimi i subjektit do të ushtrohet nga Nik Gjeloshaj. Në fjalën e tij, zëvendës kryeministri i Malit të Zi dhe njëherëzi lideri i Alternativës Shqiptare Nik Gjeloshaj, e cilësoi bashkimin si një moment të ri për politikën shqiptare. Për gjithë qytetarët shqiptar në Mal të Zi, ky bashkim ka një domethënie të veçantë. Ne kemi funksionuar deri më tani si koalicione të ndryshme dhe me shumë sukses. Pikërisht përmes këtij bashkëpunimi, kemi arritur disa nga rezultatet më historike që kanë patur shqiptarët në Mal të Zi. Megjithatë, kemi parë nevojën që të shkojmë një hap më tej dhe të ndërtojmë një subjekt të vetëm politik, jo vetëm për sot, por edhe në gjeneratat e ardhshme, si një garanci për unitetin shqiptar, deklaroi Gjeloshaj. Sipas tij, Forumi Shqiptar është tashmë vetmja forcë politike shqiptare që përfaqëson shqiptarët në të gjitha zonat ku ata jetojnë në Mal të Zi. Ky është subjekti i vetëm politik shqiptar në Mal të Zi që përfaqëson shqiptarët në të gjitha zonat ku ata jetojnë, pasi ne jemi të pranishëm në disa komuna dhe jemi adresa e parë politike e shqiptarëve. Përgjegjësia jon politike dhe vullneti i drejtuesve ishte që të krijonim një subjekt të fortë politik shqiptar për të ardhmen në mënyrë që shqiptarët në Mal të Zi të përfaqësohen edhe më mirë. U shpreh ai. Gjeloshaj shfrytëzoi këtë moment edhe për të përcjellë një mesazh më të gjerë për bashkimin politik të shqiptarëve kudo që jetojnë. Absolutisht, ne si shqiptar kudo që jemi, shpesh na vjen ndërmend ajo fjala se nuk jemi unik dhe nuk jemi të bashkuar, por ne kemi vendosur të dëshmojmë të kundërtën. Kemi nisur në Tuzë dhe po përcjellim një mesazh për gjithë shqiptarët. Asnjë proces nuk mund të bëhet vetëm pa unitet, pa unifikim dhe pa strategji të përbashkët. Është shumë e vështirë të realizohen objektivat, tha Gjeloshaj. Bashkimi i 3 partive shqiptare shihet si një moment i rëndësishëm politik, vetëm për shqiptarët në Mal të Zi, por edhe si një model i ri bashkëpunimi në hapësirën shqiptare, duke synuar një përfaqësim më të fortë institucional dhe një zëm më të unifikuar në proceset vendimarrëse.